Mik, po e nis me ty, me qënë se do jesh me ne për pak. Pse vendosi Vjosa Osmani të rikthehet pikërisht tani në LDK? Është një rikthim ky politik, emocional, apo një lëvizje detyruar pasi nuk mori mbështetjen e Albin Kurtit për presidencën? Po, në fakt, nëse rikthehet apo jo, Vjosa, edhe pra njërin e afër, po edhe në qasjen e saj, ka mbetur, dhe pse në një bashkëltim, do thoja, atipik, me Albin Kurtin, i suksesshëm, por atipik. Albin Kurti është një i majt fanatik në ideologji. E Vjosa është një djathtë rrugoviste fanatike, po doni në ideologji. Sigurisht ai bashkëltim i cili u kushtuzua, u detyrua nga rrethanat kohës, në ngjarje të zhvillimit brendshëm, por dhe e përballit nga jashtë apo faktorë të tjerë jashtë Kosovën, funksionoi në një tërësi, por sigurisht brenda ka mbajtur këtë lloj dualiteti atipik. Pra, atë dy në një qasje me boshte dhe me besime politike ideologjike të ndryshme. Kështu që Vjosa ka qenë në një farë mënyrë rrugoviste në kohë. LDK-ja, mbase jo politike, partijake, por frymëzimi i Rrugovës, ato parimet e Rrugovës, Kosova në vend parë, ato parimet e proatlantizmit rrugovian, nisia e pa tjetërsueshme dhe pa senueshme me SHBA-n dhe me miqtë perëndimor, ka qenë një vije kuqe politike për të. Sigurisht në bashkëdhënie me Albin Kurtin ka patur momente që këto dallime nuk janë ndier, ka patur momente që këto dallime kanë filluar të ndihen. Dora në zemër është dashur Vjosës, sidomos në politikë jashtme, të mbaj peshën e këtyre dallimeve, shpesh dhe të rekuperoj dëme që zhvilloheshin gjatë marrëdhënies të Kosovës me miqtë aleatët, SHBA-n në kryesore, por mendoj që u mbrit në një pikë një element të cilën unë vlerësoj, sigurisht historianët, koha do na e provojë nëse kjo tezë në apo jo, por në bindjen time, elementi që krijoi reaksionin kimik, thyrës dhe shpërthysme së dyve, ishte pjesëmarrja e Vjosës dhe antarësimi i Kosovës për shkak të Vjosës në Bordin e Paqes. Në Bordin e Paqes. Unë aty, po ja them si dëshmitar, ndjeva një thyrje të fortë. Publiku mund të ketë lexuar thyrje, jo kaq fort sa ne që ishim brenda, por një dallim dukej. Pra, shumë kush mund të kujtojë entuziazmin me cilin Vjosa, presidenca, u angazhua, tensioni, dhe nga ana tjetër ka qenë një temë për shembull në atë kohë në Prishtinë, me javë gazetarët pyesnin pse nuk po flet kryeministri. Mirë, zoti Shollaku, po priti ju qas në formë të ftohtë. Jo, pse thyerje u bë xheloz Albin Kurti për Vjosa Osmanin, për protagonizmin e saj nga Donald Trump apo çfarë? Jo, thjesht për ta kuptuar këtë. Në për çdo studio dhe çdo kush në Prishtinë, po dhe ju atje keni drejt bëni analizën tuaj. Ka njerëz që e vlerësojnë për të që u thatë, në lloj xhelozie. Madje unë në Kosovë mësova në Prishtinë, mësova edhe një shprehje në Shqipëri se kisha dëgjuar që shqiptari gjakun ta fal, por suksesin jo. Shumë e dedikojnë në një lloj kështu xhelozie personale. Disa e dedikojnë në një lloj rivaliteti në marrëdhënie ndërkombëtare.